t'i largoj pra ata nga rruga. Osman, përshëndetje. Po, atëhere ka nisur protesta në Hotolisht, banorët e Hotolishtit, tashmë janë duke bllokuar rrugën pas sipërplasje që kanë pasur me banorët, me policinë e shtetit, duke qenë se nuk janë duke i lejuar, ndërkohë që banorët janë me fëmijët dhe gjimnazistët e Hotolishtit, cilët tashmë duket se kanë bllokuar rrugën, segmentin rrugor, pra i cili bën lidhjen e qyteteve pra si Elbasani me Korçën apo Pogradecin, ndërkohë që janë ulur, siç mund ta shikoni nga pamja që po ofron operatori ynë Klodian Shena, janë familjarë të cilët bashkë me fëmijët e tyre, por ndryshe nga dy protestat e mëparshme, këtë herë kanë ardhur në mbështetje të banorëve edhe fëmijët e tyre nxënës të shkollës, gjimnazist të njësisë administrative të Hotolishtit, të cilët pra janë në këtë protest të radhës të banorëve të Hotolishtit. Hotolishti është gati për çdo përgjigje, ose ne, ose ju. Të paktën është një nga banderolat të cilat kanë vendosur banorët e Hotolishtit, të cilët duket se këtë herë janë edhe më të organizuar. Hotolishti kalon vetëm me tunel. Është kjo kërkesa e banorëve të Hotolishtit, të cilët janë duke kërkuar që rruga pra në kuadër të korridorit të 8 Elbasan Qafthan të kaloj me tunel dhe jo të kaloj mes përmes fshatit, pasi sipas tyre kërcënon dhe rrezikon jetët e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër banorët ditën e sotme duket se kanë sjellë një arkivol, të paktën nga ajo çfarë duket në plan të parë, nuk e di mende planin e tyre që kanë ndërmend ditën e sotme, por pas dy protestave dhe një peticioni që ja kanë dërguar Ministrisë së Transporteve, Kryeministrisë, Presidencës, Kuvendit, Bashkisë së Librazhdit, Këshillit Bashkiak Librazhdit, duket se banorët janë duke përshkallëzuar aksionin e tyre. Do shikojmë pasi vetëm pas pak do ketë edhe deklarata nga banorët, pra të cilët ditën e sotme duket se duan të përshkallëzojnë edhe më tej aksionin e tyre, ndërkohë që janë duke bërë thirrje të vazhdueshme në lidhje me duam tunel. Paktën kjo është ajo se çfarë ata deklarojnë së bashku me fëmijët e tyre, ndërkohë që shumica e banorëve të njësisë administrative të Hotolishtit janë në këtë protestë. Hotolishti është gati të përgjigjet, ose ne ose ju. Paktën kjo është ajo se çfarë kanë deklaruar ditën e sotme, ndërkohë që do të kemi edhe deklaratën në emër të banorëve të Hotolishtit. Deklarat e qytetarëve të Hotolishtit. Ne banorët të Hotolishtit, pasi kemi ndjekur çdo rrugë institucionale, kemi dorëzuar ankesa, peticione, kemi protestuar paqësisht dhe kemi kërkuar zgjidhje në mënyrë demokratike. Konstatojmë me zgënjim se institucionet shqiptare vazhdojnë të heshin. Asnjë përgjigje, asnjë reflektim, asnjë dialog. Në mungesë të çdo reagimi konkret dhe zgjidhje të drejtë, jemi të detyruar të shprehim protestën tonë përmes një akti simbolik, që është shtëpia jonë e fundit, Arkrivoli. Ajo është baza e jetës dhe dignitetit familjar. Nëse shtëpia shembet, kryefamiljarja apo kryefamiljarja gjendet përballë rrezikut më ekstrem, zhdukjes së vetë familjes. Ky nuk është një projekt zhvillimi, por një sulm i drejt për drejt ndaj ekzistencës së një komuniteti të tërë, i cili do të reagojë në mënyrën e tij dhe jo mënyrë. Nesër mund të jetë e pranueshme për të gjithë, por do të jetë e pashmangshme. Ne deklarojmë qartë, kushdo që synon të prek Hotolishtin pa konsensus, do të përballet me një rezistencë të pahepur qytetare. Çdo ndërhyrje pa marrëveshje të drejtë e të ndershme me banorët do të konsiderohet si një veprim që shtyn situatën drejt një rruge pa kthim. Hotolishti ka burra e gra që nuk janë mësuar të përkulen dhe që do t'i dalin zot vendit të tyre deri në fund. Pa dhunë, por me vendosmëri dhe unitet absolut. Ne nuk kërkojmë përplasje, ne kërkojmë zgjidhje demokratike, transparente dhe pa kosto sociale. Ne duam vendin tonë dhe jemi të gatshëm të mbrojmë me çdo mjet ligjor që demokracia lejon. Shteti dhe institucionet kanë ende një shans për reflektim. Nesër mund të jetë vonë. Faleminderit.